Goxha i beson këtë analizë, të teori që bëhet sot në Europën Perëndimore, në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Jo, nuk e besoj. Arsye se Evropa vazhdon të jetë e jetur për të rritur këtë idenë se po shkojmë drejt një konflikti me Rusinë, pra gjithçka po na e bën Rusia. Në atë pikën që edhe atëherë kur ishim në kohën e diktaturës proletariatit, që edhe kur nuk e arrinim dot normën e Misrit, thoshim që fajin e ka revizionizmi dhe kapitalizmi e të. Njëjta gjë jemi tashmë pra. Këta që nuk justifikojnë dot vjedhjet e tyre, abuzimet e tyre, degenerimin shoqëror që i kanë sjellë Evropës në këtë të quajtur demokraci, tashmë për të mbajtur pushtetin e tyre, po duan patjetër që të çojnë drejt një lufte pra të shpikim një armik. Ndërkohë që pa atë i bie që këto erësimet që kanë ndodhur kanë këto erësimet i bëjnë vetë domethënë. Një sekond. Sa ty do vi. Po për të jam. Po pra ty do vi. Po. Dhe erësimet janë një fakt që kanë ndodhur. Por ama kur kanë ndodhur? Kanë ndodhur kur Portugalia, Spanja, Franca, të gjitha u deklaruan kundër Izraelit. Kur kryeministri spanjoll doli në parlamentin spanjoll dhe tha që ne nuk mund të kemi marrëdhënie me një shtet genocidial si Izraeli. Automatikisht të nesmen filluan masat. Kur Franca tha që neve, që ngrit edhe deklaroi edhe Macroni që ajo që po bën Izraeli është genocid, pra e quajti përfundimisht genocid, dhe tha ne duhet patjetër të njohim shtetin e Palestinës, pra. E vuri para faktit kryer. Pra të gjitha këto ndodhen kur të gjithë këto vende filluan edhe dolën kundër genocidit izraelit në Palestinë. Dhe me njëherë erdhi ky reagim vetëm në këto vende, në asnjë vend tjetër nuk. Pra mendon që është Mossadi? Absolutisht që janë izraelitët pasaj, për mendimin tim. Unë nuk kam fakte dhe prova t'i bie, pavarësisht se Karamuza solli disa prave dhe foto që ashtu siç ndodhi, pra edhe në Rumani, në fillim u tha që gjykata biles doli tha që po e ka bërë Rusia ndërhyrjen atë, ndërkohë që doli që nuk i kishte bërë Rusia të ndërhyrjen në zgjedhje, po i kishte bërë partia që ishte në pushtet vet. Pra në këtë drejtë jemi. Jemi në këtë drejtë. Zoti Shara? Që lufta hibride tashmë është e pranuar gjithsesi që është pjesë e luftës. Është pjesë e luftës. Mossadi apo GRU-ja? Karamuza thotë GRU-ja. Që parashmarimit luftës ftohtë në luftë hibride jemi. Unë desha të them diçka tjetër. Domethënë ne po themi që lufta hibride sot është bashkëkohore. Bile tashmë është bërë pjesë ka struktura, shtetet po ndërtojnë struktura për të qenë pjesë apo për të qenë ato që do ta zhvillojnë luftën hibride. Jo vetëm shtetet, jo vetëm Rusia, apo Korea e Veriut, apo Irani, po Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ndërtuar një komandë të veçantë, bile kur ishte Trump i parë, kanë ndërtuar një komanda për luftën kibernetike. Lufta kibernetike është pjesë, është formë e luftës hibride. Pra kjo është tashmë është e gjithëpranuar. Për sa i përket kësaj të Francës dhe të Spanjës, unë them që janë dy momente që ka dallime aty. Njëherë, këto të Francës janë veprimtari konkrete sabotazhi, janë gjetur gjurmë, është zjarr, pra nuk është as virus, nuk ka asnjë formë tjetër. Pra, këtu vepron një grup sabotatorësh, një agjenturë, kjo do dalë nga hetimi.